Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Të Rinjt për të Rinjt. Sot do të flasim për Festivalin e Shkencave, një aktivitet i veçantë i cili ka si qëllim kryesor të nxjisë kurreshtjen, kreativitetin dhe dëshirën e nxënësve për kërkim shkencor. Ky panajir është konceptuar si një hapësirë ku nxënësit dhe idetë e tyre teorike mund të marrin jetë dhe ku ata kanë mundësinë që të sfidojnë veten duke sjellë ide dhe zgjidhje inovative për problematika në fusha të ndryshme si etik, biologji, kimi, fizik, biologji dhe matematik. Gjatë këtij emisioni do të shohim nga afër punën e nxënësve, projektet që ata kanë realizuar, si dhe eksperiencën e tyre për kushtimin gjatë kësaj pune. Jemi fillimisht me nxënëset Cindy Ysolli dhe Aleksia Jalli. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Të cilat janë kualifikuar në fazën tjetër, në fazën e dytë të Festivalit të Shkencave. Vajza, mund të na prezantoni pak grupin tuaj dhe temën e projektit që ju keni zgjedhur? Atëherë përshëndetje përsëri, ne jemi përfaqësuese të grupit nga 11 B të Gjimnazit Themistoki Gërmenji. Grupi ynë i punës përbëhen nga 6 anëtar, nga unë Aleksia Jalli, nga Cindy Ysolli, Kristi Spao, Gjorgja Tërova, Argisa Mingo dhe Kevin Andollaj. Vajza, cili ishte projekti me të cilin ju konkurruat? Cila ishte tema dhe pse e zgjodhet ata? Atëherë titulli i projektit ishte Sistemi Inteligjent i Identifikimit të Fytyrës ose ndryshe Face ID. Pse e zgjodhet këtë temë? Ideja lindi pikërisht nga sfidat dhe problematikat me të cilat shumë shkolla po hasen në ditët e sotme. Është vetë ai regjistrimi manual i mungesave nga profesorët lëndor, mënyra tradicionale e cila sjell shpeshherë gabime, shpeshherë një vonesë sado të vogël të fillimit të procesit mësimor dhe një hyrje të pakontrolluar të personave të paautorizuar. Duke parë se si teknologjia po ecën me ritme të frikshme, mund të themi, ne vendosëm që pse mos përdorim të dhënat biometrike, pse mos përdorim inteligjencë artificiale dhe IT në përgjithësi, dhe ta bëjmë këtë proces sa më të shpejt, më të sigurt, më të saktë, më efikas, duke digitalizuar kështu shkollën në këtë mënyrë. Mendojmë se është një nga temat më aktuale, më inovative dhe që padyshim që zgjen dhe zbotueshmëri reale. Vajse, pra ju do të thoshit se ky ishte qëllimi i projektit tuaj? Po, pra qëllimi kryesor ishte që të autorizonin personat që hyjnë në shkollë dhe të merrnin mungesat. Mund të na shpjegoni pak hap pas hapi si e keni realizuar punën tuaj? Atëherë, puna jonë ka filluar që nga momenti kur profesorët ta propozuan Festivalin e Shkencës, ne krijuam grupin tonë të punës, zgjodhëm lëndën, projekti zhvillohet në lëndën e fizikës dhe propozuam disa tema. Tema sistemi biometrik pra Face ID na u duk më i përshtatshëm, më inovativ dhe që do të zgjidhte problemin që ne kishim në shkollë. Si fillim analizuam të gjitha tematikat që lidhen me këtë temë. Pamë se cilat mjete na nevojiteshin, i përzjodhëm, bëm kërkimet tona dhe filluam nga puna duke krijuar sistemin dhe kodet që përkojnë me Face ID. Cila ishte sfida më e madhe që ju hasët gjatë përgatitjes? Sfidë. Mund të themi se ishte arritja e maksimales tonë, pra e saktësisë maksimale, sepse kishte shumë faktorë të cilët do të ndikonin. Mund të ishte për shembull pozicionimi i fytyrës në një kënd të ndryshëm nga i regjistruar në databazën e të dhënave, apo dhe pjesa e ndriçimit, por me anë të punës gjatë javëve intensive, ne u përpoqëm pra që të gjenim se ku na nuk shkonte puna dhe u përpoqëm që të rregullonim këto parametra duke arritur në një zgjidhje sa më të mirë të gjithë projektit. A kishte ndonjë moment gjatë projektit që gjërat nuk shkuan ashtu siç ju donit, ashtu siç prisnit? Atëherë patjetër që ka patur disa probleme, por që me anë të ndërhyrjeve teknike dhe bashkëpunimit që ne kishim midis nesh, arritëm që t'i zgjidhnim. Një problem ishte se sistemi ynë, kur një person i del përpara kamerës, tregon se sa përqind është i autorizuar dhe kishte disa raste në të cilën personat ngatroheshin, për shkak se mund të ishte kapur nga një kënd i gabuar, drita nuk kishte rënë mirë, por që sigurisht ndërhyjmë në kod me gjëra të vogla teknike dhe arritëm që të nxjerrim një produkt shumë të mirë final. Po dhe u përpoqëm pra që të regjistronin sërish fytyrën që të ruajë në databazë në mënyrë që të ishte sa më precizë. Çfarë materialesh apo mjetesh keni përdorur në stendin tuaj që e bënin atë më interesante, duke qenë se ky festival u zhvillua në formën e një panajiri ku të gjitha grupet ishin mbledhur për të treguar punën e tyre?
Mjeti më interesant ishte vetë sistemi jonë i përgatitur, i cili pra do të identifikonte në kohë reale nëpërmjet kamerës fytyrën dhe do të shihte në qoftë se ky person ishte autorizuar, pra duke shfaqur një kuadrat jeshil rreth fytyrës apo jo. Pra dhe pjesa e demonstrimit praktik ishte ajo më e rëndësishmja, pasi edhe juria kjo është ajo çka i pëlqeu, pra në punë sekondash mund që të ruanim në një fytyrë në këtë databazë dhe në punë milisekondash ajo do të shfaqej si i autorizuar pra në sistem. Pra gjithë sistemi ishte diçka e prekshme. Si keni ndar rolet brenda grupit tuaj dhe si ka qenë bashkëpunimi në grup, duke qenë se edhe kjo është një pjesë shumë kryesore, një kriter që pa atë puna nuk do të mund të realizohet. Po, keni shumë të drejtë. Atëherë rolet ne i ndam sipas aftësive që kishte gjithë secili prej nesh, të gjithë jemi munduar për të përfshirë në krijimin e kodit, duke qenë se ne nuk jemi programues të mirëfillt, por me njohuri që kemi marrë në lëndë të ndryshme, dham atë maksimumin tonë. Disa prej tyre u morën me testimin dhe analizimin, pra ruajtjen e fytyrave të nxënësve të klasës në sistemin Face ID dhe disa të tjerë u morën me prezantimin. Bashkëpunimi mund të them se ishte një nga pikat tona më të forta, pasi ne të gjithë ishim të angazhuar, mundoheshim që të ndihmonim të tjerët dhe të kishim një harmoni mes grupit, duke nxjerrë kështu një produkt shumë të bukur final. Pra puna në skuadër ishte ajo çka ishte më e rëndësishme. Po. Vazhda çfarë gjëje të re keni mësuar nga ky projekt? Atëre, unë personalisht kam mësuar më shumë rreth programimit, pra si të krijojmë kode të reja kryesisht në gjuhën Python. Kam mësuar se puna në skuadër është një gjë shumë e bukur dhe mendoj se këto mundësi që ne na jepin duhen shfrytëzuar sepse mund të nxjerrim atë potencialin tonë më të madh dhe të kalojmë shumë kohë të bukur me miqta. Jam plotësisht dakord me atë çka tha Aleksia, pra përveç pjesës praktike dhe teorike të projektit tonë të sistemit Face ID, ishte edhe pjesa se si ne kalonim kohën, pasi kishte momente pra që të cilat padyshim ne duhet që të mblidheshim që të punonim dhe ishte kjo pjesa me të cilën kënaqeshim, pra mund të themi më shumë, sepse është ajo kualiteti me shokët e miqt që e bën akoma dhe më të veçantë këtë projekt. Dhe më të parueshme si të gjithë eksperiencën. Si mendoni se ky projekt që ju keni realizuar mund të zbatohet në jetën e përditshme për sa i përket njerëzve, por gjithashtu edhe mjedisit? Padyshim që projekti jonë nuk do të zërë vend pra vetëm në shkollën tonë, në të gjitha shkollat e tjera, në për institucione publike, pse jo universitete, duke e bërë pra një projekt sa më gjithë përfshirës. Pasi kështu është një proces i tillë që do të rrisë sigurinë maksimale të gjitha institucionet dhe ne synojmë që ta ndërveprojmë pra në të gjitha ambientet e tjera. Po, sepse një nga kriteret të cilët ne dëshironim ta plotësonim ishte të sillim diçka inovative dhe që do t'i shërbente jo vetëm institucionit ton, por dhe institucioneve të tjera. Po, diçka më të prekshme nga të gjithë. Sa kohë ju desh për ta finalizuar projektin që nga faza e parë që në fillimin e procesit deri në tani në pjesën kur ju keni arritur? Atëherë sigurisht një projekt shumë i mirë kërkon edhe një punë shumë të madhe. Puna jonë ka filluar që nga momenti kur na u propozua tema nga profesorja, dhe deri në javët në vazhdim, pra deri në javën e përfundimit, ne kemi patur një punë intensive, çdo ditë jemi marrë me programimin, duke rregulluar ato gjërat që nuk na përshtateshin ose nuk na pëlqenin, duke nxjerrë kështu një produkt shumë më funksional dhe shumë të bukur. Dhe çështja është pra se çdo ditë më shumë ndryshonin ato idetë tona, po sikur ta bëjmë këtë, po sikur ta ndryshojmë këtë dhe gjatë gjithë këtyre javëve, siç dhe tha Aleksia, ne jemi përpjekur që ta bëjmë sa më perfekt të sistemin tonë. Kush ju ka mbështetur më shumë gjatë gjithë këtij projekti, për shembull mësuesit, prindrit, shokët? Mbështetja jonë më e madhe ka qenë padyshim mentorja jonë, profesore Entela Kuroni, njëkohësisht drejtoresh e Gjimnazit Themistok Ligërmenji, të cilën e falenderojmë shumë, pasi ka treguar besimin e saj ndaj nesh, përkushtimin dhe na ka orientuar drejt të krijimit të këtij projekti kaq fantastik, mund të thoja. Pikërisht fal saj, ky projekt nga i në letër u bër realitet dhe e falenderojmë jashtëmase. Paruar dhe profesoren e lëndës së Tikut, Engeleda Qazimi, e cila na ka ndihmuar me krijimin e kodeve dhe ka qenë gjithashtu pjesë e projektit tonë. Çfarë ndjesie ju dha prezantimi i punës tuaj para juris, sepse gjatë pas gjithë atij procesi që ju keni qenë duke punuar fizikisht për të krijuar një projekt, edhe prezantimi nuk mund t'ja heqësh vlerën, gjithashtu
pjesë kryesore për të treguar atë se çfarë ju keni bërë vërtet. Po e drejt, pika më kyçe dhe mund të them se prezantimi ishte i mbytur nga emocionet. Ninja që mbizotëronte më shumë padyshim ishte ankthi, se si do ta gjykonte juria, si do ta gjykonin të gjithë nxënësit e tjerë, do të fitonim apo jo. Pra mund të themi se gjithë kjo pjesë ishte në ankth. Por pasi juria erdhi tek stenda jon dhe morëm ato komplimentat, unë ndihem më krenar pra për punën që kishim realizuar, më të motivuar për të vazhduar përpara, sepse tash më kaluam dhe në fazë të dytë dhe shpresojmë që të vazhdojmë akoma dhe më mirë për këtë iniciativë kaq të suksesshme. Çfarë do doni të përmirësoni me projektin tuaj, qoftë për fazën tjetër? Do të preferonim të rezervoheshim pak te kjo pjesë, por megjithatë çështja më kryesore është, siç dhe thash, pra ta bëjmë akoma më të arir projektin ton, duke shtuar elemente sa më të rëndësishme, sa më efikase për të konkuruar në fazë të dytë dhe pse jo të fitojmë dhe aty. Sa i rëndësishëm mendoni se është ky festival për ju si nxënës, por gjithashtu edhe për shkollën tonë? Atëherë, siç e përmenda pak më parë, unë mendoj se këto janë mundësi që duhet shfrytzuar në maksimum, sepse prej tyre mësojmë, jo vetëm nga puna që ne bëjmë, por edhe nga puna e grupeve të tjera. Mund të njihemi me miq të rinj, të zhvillojmë aftësitë tona në fusha të ndryshme dhe Dhe padyshim që ky projekt do të nxjisë atë mendimin kritik tek nxënësit, do të nxjisë kreativitetin, pra inovacionin, se si ne mund ta bëjmë sa më perfekt të sistem, dhe është një ndihmë mjaft e madhe si për ne, pasi janë projekte të reja, eksperienca të reja, të cilat padyshim duhen provuar nga të gjithë, dhe po ashtu edhe për shkollën, pasi ky është një projekt i cili mund të përdoret realisht në shkollë dhe ne e kemi pra implementuar. Po, dhe marrja pjesë në këto konkurse mund të na ndihmojë dhe për profesionin që ne do zgjedhim në të ardhmen, pra dikush si në rastin ton 3 veta nga grupi jon mund të vazhdojmë për programim dhe mundësitë që i dha ky projekt për përmirësimin në krijimin e kodeve është një avantazh që ata do të kenë në të ardhmen. Pasa në qoftë se ky projekt bëhet një traditë e përvitshme, do të kishit dëshirë që përsëri të merrni pjesë? Po pse jo, eksperienca të reja, me përvoja të reja dhe me ide të reja gjatë vitit tjetër, normalisht është një prop për të gjithë ne. Unë preferoj që të marr pjesë pra në të gjitha aktivitetet, dhe sepse pra preferoj që të jem aktive kudo. Dhe ja sugjeroj edhe nxënësve të tjerë, të cilët do të marrin pjesë, dhe ju sugjeroj pra që të përzgjedhin një temë sa më që i përshtatet karakterit të tyre, sepse në qoftë se ata do të zgjedhin diçka që nuk e kanë shumë e shef për ta bërë, atëherë nuk do të dilte një projekt kaq i suksesshëm për ta. Çfarë mesazhi keni për të gjithë të rinjt bashkëmoshatarët që duan të marrin pjesë në aktivitete? Ose ata që i druen kësaj pjese? Në fillim edhe ne ishim skeptik, pasi menduam si do dalim, apo do na i pëlqejnë idetë, apo do japim atë maksimumin ton, do nxjerrim një produkt, sepse nuk donim të dinim dhe të turpëroheshim atje, por që mendoj se duhet të provojmë. Gjithçka është duke provuar, edhe puna intensive që duhet të kemi, duhet jemi të angazhuar, duhet përkushtim dhe kështu ne mund të nxjerrim diçka finale dhe të bukur. Po, dhe realizohet apo jo, është më e mira që të marrësh pjesë, pra sepse është padyshim diçka e re. Por rëndësi ka pjesëmarrja, pastaj fitojmë apo jo është diçka tjetër. Shumë faleminderit vajza, ju uroj shumë suksese në fazën tjetër dhe fitofshi. Shpresojmë. Shumë faleminderit. Miq, do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me të ftuarit e radhës. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio për të folur përsëri për festivalin e shkencave, dhe këtë radhë jemi me përfaqësuesit e grupit fitues të vendit të parë të shkollës Temistokli Gërmenji, me Roel Haradinin dhe Angel Qytetin. Përshëndetje Dima, faleminderit që e pranuar ftesën. Fillimisht na prezantoni pak grupin tuaj dhe titullin e projektit me të cilën ju zgjodhët që të përfaqësoheshit. Ne jemi një grup nxënësish të apasionuar pas teknologjisë të shkencës. Grupi jon përmbahet nga unë, Roel Haradini, Angel Qyteti, Enrika Selman, Krisli Gaçe dhe Devi Emit. Projekti jon titullohet Një ser inteligjente si laborator fizike, ku brenda saj studiojnë dukuri fizike si energjia, ndriçimi dhe efekti ser. Si lindi ideja fillestare për këtë temë dhe pse zgjodhët pikërisht këtë temë? Dije se çdo projekt nis pas një problemi që shfaqet në jetën tonë reale. Ne jemi përpikur që nëpërmjet serës inteligjente të demonstrojmë
dukuritë fizike në mënyrë eksperimentale. Po. Cili ishte qëllimi i këtij projekti? Qëllimi i këtij projekti ishte ndërthurja teorike dhe praktike, duke krijuar një mitë, siç ishte sera inteligjente, që të studiojë dukuritë fizike në mënyrë eksperimentale. Mund të na shpjegoni pak hap pas hapi si ishte puna, procesi i realizimit të këtij projekti? Pasi na u propozua si temë, kemi identifikuar problemin, më pas kemi krijuar një plan të gjithë produktit tonë, kemi bërë blerjen e pajisjeve. Direkt pas blerjes kemi filluar me pjesën e programimit, krijimin e qarqeve dhe vendosjen e tyre në vendin e dur brenda nesër. Cila ishte sfida më e madhe që ju hasët gjatë përgatitjes? Sfida më e madhe ka qenë tek pjesa e programimit, pasi pajisjet që kemi përdorur kërkojnë në nivel të lartë programimi. Po. A kishte ndonjë moment gjatë këtij projekti që nuk shkoi gjithçka sipas planit dhe si reaguat ju? Normal që ka pasur vështirësi tek pjesa e krijimit të robotit, por me ndihmën e mësuesve dhe me inteligjencën artificiale kemi arritur ta zgjidhim si problem. Çfarë materiali ose mjeti keni përdorur që ishte më interesanti, mund ta quani ju në stendin tuaj? Mjeti më interesant ishte xhami triplex, pasi i jepte një pamje krejt të serës nga ana estetike dhe mundësonte që rezatimi i dritës të hynte me lehtën ta. Si keni ndarë rolet brenda grupit dhe sa e rëndësishme mund ta quani se ka qenë bashkëpunimi për ju? Atëherë hapi më i rëndësishëm drejt suksesit ishte puna në grup. Ne jemi munduar që t'i ndajmë rolet në mënyrë të barabartë në të gjithë pjesëtarët e grupit. Po. Ne të dy jemi marrë me pjesën teknologjike dhe ndërsa pjesëtarët e tjerë të grupit janë marrë me ndërtimin e strukturës së serës, marrjen e të dhënave dhe analizën e tyre. Duke qenë se ju jeni marrë me pjesën e teknologjisë, a keni patur eksperienca të mëparshme në këtë fushë apo ishte kjo hera juaj e parë që ju zgjodhët të krijonit një projekt me lidhjen e teknologjisë? Po, kemi pasur tek pjesa e ICT-s në qytetin e Korçës, kemi dalë edhe fitues në. Po. Çfarë mund të thoni se keni mësuar të re nga ky projekt? Fituam përvojë të re nga ana teknologjike dhe monitorimi ambiental, si dhe aftësi të reja në bashkëpunimin në grup me pjesëtarët. Si mendoni se ky projekt mund të zbatohet në jetën e përditshme për sa i përket si njerëzve, por ashtu edhe mjedisit? Atëherë ky projekt luan një rol të rëndësishëm në jetën e përditshme, ku dhe nxënësit mund ta përdorin këtë projekt për të studiuar dukuri fizike në shkollë. Sa kohë ju desh ju për ta finalizuar projektin që nga momenti i idesë fillestare që ju kishit? Një punë e mirë kërkon edhe një kohë të caktuar. Neve na është dashur diku tek 3-4 javë për ta mbaruar deri në këtë fazë projektin tonë. Duke menduar projektin sa të madh e kishit realizuar ju 3-4 javë duket si shumë kohë e shkurtër. Po. Pas keni qenë vërtet shumë të aftë për këtë pjesë. Kush ju ka mbështetur më shumë gjatë këtij rrugëtimi, qoftë mësues, prindër, shok? Të gjithë kanë dhënë kontributin e tyre, duke veçuar profesoren e fizikës, profesore Rozeta Meçaj, e cila na ka mbështetur si nga ana fizike dhe nga ana morale, edhe familja ka qenë një shtys për këtë projekt. Çfarë ndjesie ju dha realizimi prezantimi i punës tuaj përballë jurisë? Gjatë prezantimit kishim emocione, por dhe pak frikë. Besuam se do fitonim dhe arritëm qëllimit. Çfarë do dëshironit që të përmirësonit në projektin tuaj për fazën tjetër? Përmirësimi ka filluar, do të shtojmë shumë sensor të tjerë, si dhe do të punojmë edhe nga ana estetike e serës, për një pamje më të mirë. Çfarë prisni nga faza tjetër e festivalit? Të përfaqësojmë shkollën dhe pse jo të fitoj. Të fitoni. Sa e rëndësishëm mendoni se është ky festival si për ju në aspektin nxënës, por gjithashtu edhe për shkollën tuaj? Është shumë i rëndësishëm mendoj, sepse nxit kreativitetin të nxënësit dhe inovacionin. Çfarë këshille do t'ju jepnit nxënësve të tjerë që kanë dëshirë që të marrin pjesë vitin e ardhshëm në këtë projekt? I këshilloj që të mos kenë frikë nga të tilla projekte, si dhe të zgjedhin atë temë sipas aftësive të tyre, punën që mund të bëjnë më mirë. Shumë faleminderit Dima, ju uroj shumë suksesa. Faleminderit. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio me një tjetër përfaqësuese të shkollës Temistokli Gërmenji për të folur përsëri për eksperiencën e saj për sa i përket festivalit të shkencave. Hamdiona Tërolli, përshëndetje Hamdiona. Përshëndetje Elena, kënaqësi.
Hamdena, unë di që ti ke qenë në 2 grupe për sa i përket festivalit të shkencave. Po, Mi prezanto pak këta 2 grupe në të cilët i bëje pjesë dhe gjithashtu idet me të cilat ju keni konkuruar. Atëherë, Elena, në fakt, projekti i parë me të cilin unë isha pjesë e festivalit të shkencës ishte projekti dedikuar biologjisë dhe më saktë ishte një projekt i titulluar Ndikimi i ushqimeve tradicionale të zonës së Korçës në mikrobiomën e zorëve. Ndërsa projekti i dytë, një projekt i cili në fakt për ne kishte nisur që në shtator, për këtë vit, sepse është një projekt i cili ka disa vite që zhvillohet, është dedikuar figurës astrofizikantes Margarita Hack dhe titulloi Viva Marga e la Luna, dhe ne si seksion, duke qenë pjesë e këtij projekti, zhvilluam një produkt final për të nderuar figurën e Margarita Hack dhe për të qenë pjesë e konkursit ndërkombëtar. Si lindën idetë për këto tema dhe pse i keni zgjedhur pikërisht këto? Atëherë, unë do të ndalesha pikë së pari tek projekti për festivalin e shkencës, projekti i biologjisë. Ai nisi shumë natyrshëm, duke parë të gjithë realitetin e ditëve të sotme kur shumica e bashkëmoshatarëve tanë gjatë pushimit, por dhe jo vetëm, konsumojnë ushqime fast food ose ushqime jo të shëndetshme, jo të përgatitura në shtëpi, dhe për këtë arsye ne dëshironim që të ndaleshim tek ndikimi që këto ushqime kishin tek mikrobioma e zorëve dhe tek trakti intestinal. Dëshironim gjithashtu që të promovonim ushqimin e shëndetshëm dhe kjo ishte arsyeja sepse vendosëm që të merrnim një projekt i cili ishte i vështirë, me thënë të drejtën, sepse jo çdo mjet i cili na duhej në për realizimin e tij ishte i pranishëm dhe në fakt nëse ne duhet që ta bënim atë projekt ashtu siç duhej që ta analizonim drejt për së drejti mikrobiomën e zorëve, gjë e cila në Shqipëri ishte e pamundur, por edhe në disa qendra të Evropës ishte e vështirë, pra nuk ishte një analizë kaq e thjeshtë për të realizuar. Por ama vendosëm që me ato mjete që ne mund të mundsonim ta zhvillonim si projekt dhe pse jo të bënim një projekt ndërgjegjësues për të gjithë komunitetin, jo vetëm jashtë brenda shkollës, por edhe jashtë saj. Pra pikërisht cili ishte qëllimi kryesor i këtij projekti, cilën do të quajeni ju si problematikën kryesore për të cilën ju zgjodhet që të realizonit një projekt? Problematika që ne dëshironim të zgjidhnim ose të jepnim zënë saj të këtij projekti ishte problemet që ushqimet tradicionale, ushqimet e blera dhe të konservuara apo fast foodet shkaktojnë tek trakti intestinal dhe më saktësisht tek mikrobioma e zorëve, tek patogjenët e shëndetshëm dhe ata të dëmshëm tek mikrobioma e zorëve, dhe nga ana tjetër ishte gjithashtu edhe promovimi i ushqimeve tradicionale si një kulturë dhe si një traditë shumë vjeçare dhe shumë shekullore në zonën tonë, të cilat sigurisht kanë përfitime të pafundme në të gjithë mikrobiomën e zorëve, sepse ditët e sotme edhe problematikat me traktin intestinal apo edhe me të gjithë sistemin tretës në përgjithësi janë shtuar ndjeshëm, edhe gjithmonë personat e prekur nga këto sëmundje janë gjithmonë në rritje, pikërisht edhe për shkak të dietës që konsumojmë. Dhe ishte për të ardhur keq ky fakti që të ushqesh shëndetshëm në ditët e sotme do të thotë që të mbash dietë. Është një vërtet e hidhur në ditët e sotme, të cilën ne dëshironim që ta kthenim në problematikë dhe njëkohësisht edhe në zë të projektit tonë. Jona, më shpjego pak hap pas hapi si është realizuar projekti juaj? Atëherë, pikë së pari ishte ngritja e hipotezës, e cila nuk ishte shumë e vështirë për ne, dhe nga ana tjetër pastaj ishte edhe lidhja mes teorisë dhe praktikës. Duke qenë se ne nuk kishim mundësi ta analizonim në mënyrë të drejtë për drejtë eksperimentalisht mikrobiomën e zorëve apo edhe kolonitë bakteriale që mbizotrojnë dhe që jetojnë në mikrobiom, atëherë ne vendosëm që të bënim kërkim shkencor në literaturë shkencore mbi ndërtimin e mikrobiomës, mbi bakteret që e popullojnë atë dhe mbi se si veprojnë ata apo se si pH-i dhe kripsia e ndryshme e ushqimeve të caktuara ndikon pikërisht në mirëqenien e mikrobiomës. Dhe pasi ne kishim krijuar një panoramë të përgjithshme nga ana teorike mbi të gjithë mikrobiomin e zorëve, atëherë ne vendosëm që të fillonim me pjesën eksperimentale, me ato mundësi që ne kishim, edhe në një afat shumë të shkurtër kohor duhet tekstuar, vendosëm që të testonim 2 produkte, kosin e fermentuar në shtëpi dhe lakrën turshi,
duke marrë edhe produkte të cilat ne i blem në market. Pra dëshironim që përveç të zbuluarit të përfitimeve që ata sillnin në mikrobiomin e zërive, dëshironim edhe të bënim një krahasim midis produkteve të përgatitura në shtëpi sipas traditave dhe recetave të avisave dhe produkteve të cilat janë të fermentuara apo të përgatitura në mënyrë industriale dhe që ne të gjithë mund t'i gjejmë në market. Dhe pasi bëm eksperimentet në lidhje me këto dy produktet kryesore që ne morëm në studim, atëherë pasi morëm dhe rezultatet, të cilat ishin rezultate pozitive, duhet thënë, dhe ishin rezultate të cilat ne shpresonim t'i nxjerrim në sajt të këtyre eksperimenteve, vendosëm pastaj që të lidhim teorinë me praktikën duke realizuar edhe produktet tona finale. Jona, cila ka qenë sfida ose vështirësia më e madhe që ju keni hasur gjatë këtij projekti? Atëherë, para njëri ishte koha e limituar, sepse në rastin ne do të kishim një kohë më të gjatë për të realizuar projektin tonë, atëherë duke qenë se ishte i aspektit kërkimor shkencor, nëse ne do të kishim një kohë më të gjatë për realizimin e këtij projekti, atëherë me shumë siguri që edhe gama e produkteve që ne do të kishim testuar apo jo vetëm për kosin dhe për lakrën turshi, por edhe produkte të tjera pse jo mund të kishim marrë në studim, por gjithashtu mund edhe të analizonim marka të ndryshme të këtyre produkteve që nëse persona nuk kanë mundësi ti përgatisin vetë këto në shtëpi, në kushte shtëpiake, të paktën të mundohen që në market të blejnë atë zgjidhjen më të mirë, le të themi, në bazë të këtyre rezultateve tona. Pastaj ishte edhe kjo pamundësia për të analizuar mikrobiomën dhe për të parë ndikimin e këtyre produkteve drejt për së drejti në mikrobiom, por që mendoj se pavarësisht këtyre vështirësive arritëm që të nxjerrim një projekt vërtet të njëjtos. Gjatë këtij projekti, a kishte ndonjë moment që puna nuk shkoi ashtu siç duhej dhe si reaguat ju? Sigurisht, nuk mund të them se në projektin tonë ose në projektet e tjera dhe në përditshmëri asgjë nuk shkon ashtu siç ne kemi planifikuar. Dhe ishte e pritshme, domethënë ne në fakt kur morëm rezultatet që prisnim të merrim ose që shpresonim të merrim, ishte fitoria e parë për ne dhe një arritje shumë e madhe, por ajo se çfarë nuk shkoi ashtu siç duhej, normalisht ishin këto hapat e parë të organizimit të projektit, në kuptimin që ishte e vështirë të koordinoje pikërisht anën teorike me anën shkencore, duke pasur kaq shumë pak të dhëna të cilat mund t'i merrje në studime dhe mund t'i lidhje, sepse duhet të ne morëm në analizim vetëm pH-in dhe krypësinë, por nuk janë vetëm këto dy elementat të cilat ndikojnë drejt për së drejti në mikrobiomin e zorëve. Dhe për pjesën e eksperimenteve, normalisht pjesa e vështirësive ose atyre që nuk shkoi ashtu siç duhej ishin këto matjet që ne realizuam, në kuptimin që derisa ne arritëm duhej koordinimi mbi të gjitha. Për të bërë matjet e sakta ne duhet që të fillonim nga dita e parë, më pas duhet të bënim matjet ditën e 3, ditën e 5 dhe ditën e 7. Dhe pikërisht të gjejen në të gjitha të ngarkesën e madhe dhe të mësimeve dhe duhet që të kishte një koordinim shumë të saktë brenda grupit për të realizuar matje dhe për të realizuar vijshmërinë e projektit ashtu siç ne e kishim planifikuar. Por përveç kësaj pjesës të koordinimit që duhet të gjenim një të mesme mes nesh me të gjitha angazhimeve që secili prej anëtarëve të grupit kishte, mendoj se e realizuam shumë mirë dhe nuk patëm problematika gjatë zhvillimit të eksperimenteve ose edhe gjatë krijimit të produkteve finale. Çfarë materiali ose mjeti do të konsideroje ti si më interesanten që ju paraqitet në stendin tuaj? Ne kishim dy produkte finale. Produkti i parë ishte një muze digjital, në të cilin ne paraqisnim të gjithë punën tonë. Pra ishte një muze i cili si muze që ne shohim me syzet VR. Pra të gjithë përdoruesit mund të hynin tek ky muze dhe e para gjë me të cilën ata do të përballeshin ishte studimi teorik që ne kishim bërë. Pra ata do të njiheshin me foto, imazhe dhe informacione nga
ana teorike e ndërtimit të mikrobiomës, të zorës, të baktereve që popullojnë mikrobiomën, për të njohur dhe për të pasur një ide fillestare se me çfarë do të përballen ose si do të lidhet kjo pjesa teorike me rezultatet tona. Më pas kalonim, kishte edhe video informuese mbi aktivitetin e mikrobiomës, aktivitetin e baktereve, dhe më pas kalonim tek pjesa e eksperimenteve që ne kishim kryer, foto reale gjatë momentit së kryerjes eksperimenteve, foto të grupit ton sigurisht, foto të gjitha atyre elementeve dhe produkteve që ne kishim analizuar, dhe pastaj kalonim tek rezultatet, grafikët dhe tabelat që ne kishim nxjerr si rezultati i eksperimenteve që ne kishim realizuar. Dhe në fund sigurisht ishte përfundimi dhe lidhja. Ky ishte produkti i parë që ne realizuam, ndërsa produkti i dytë ishte një indeks parashikues, pra ishte një aplikacion i cili i lejonte përdoruesit të merrte një feedback apo të merrte disa këshilla mbi konsumimin e këtyre ushqimeve të fermentuara apo të përgatitura në kushtet shtëpiake. Fillimisht përdoruesi vendoste ushqimin që kishte konsumuar, sasinë që kishte konsumuar, kur e kishte konsumuar dhe disa të dhëna të tjera ndihmëse nëse kishte probleme me tretin apo nëse kishte përdorur antibiotik në 6 muajshin e fundit, dhe më pas i vendoste të gjitha këto të dhëna që nuk merrte më shumë se sa 1 minutë kohë, kalonim tek faqja e dytë, ajo e cila bënte një panoramë të përgjithshme mbi përfitimet që personi në fjalë kishte marrë nga konsumimi i këtyre produkteve, çfarë mund të përmirësonte ose çfarë duhet të kishte parasysh gjatë konsumimit, dhe nga ana tjetër edhe pjesën e vlerave ushqyese që kishte përfituar. Si keni ndar rolet brenda grupit tuaj dhe sa e vlerëson bashkëpunimin që ju kishit? Sepse normalisht që pa bashkëpunim këto projekte të mëdha interesante nuk mund të realizohen. Pa diskutim. Ne në fakt, sipas udhëzuesit të projektit, një grup dhe të festivalit të shkencës, një grup duhet të ndërtohej nga 3 deri në 5 veta, dhe duke pasur parasysh që ishte një projekt vërtet impenjues, ne vendosëm që ta krijonim atë me 5 veta. Ishim të gjithë nga njëjta klasë, kështu që kjo na jepte një favorizim më të madh se sa kur je nga klasa të ndryshme që duhet të koordinohesh më mirë. Dhe unë isha personi eksperti i shkencës, pra ne vendosëm që secili prej nesh të merrte një titull në këtë projekt në bazë të roleve që kishte marrë. Unë isha eksperti i shkencës, gjithashtu edhe analisti i të dhënave. Më pas ishin dhe shokët e mi të cilët ndihmuan dhe realizuan eksperimentet në laboratorin e shkollës. Ishte dhe një shoku im tjetër i cili u mor bashkë me mua me analizimin e të dhënave, dhe shoqja ime, pra antari i 5 i projektit, u mor me pjesën teknologjike dhe me realizimin e produkteve finale të grupit ton. Normalisht, nëse ne nuk do të kishim një bashkëpunim mes njëri tjetrit, ky projekt nuk do të ishte kaq i thjeshtë për të realizuar, sepse edhe në sajt të bashkëpunimit kishte momente që thoshim që a do arrim të nxjerrim vërtet atë produktin final që kemi menduar, ose a do arrim të marrim vërtet ato rezultate që ne na nevojiten për të realizuar produktin final. Por që duke qenë brenda klasës dhe duke qenë për shumë vite bashkë me njëri tjetrin, më të kuptueshëm. E kishim shumë të lehtë të koordinoheshim në aspektin e ndarjes së detyrave edhe në mbështetjen e njëri tjetrit në momentin që unë kisha diçka për të bërë dhe nuk kisha mundësi të fokusohesha ndoshta 100% tek puna që më ishte caktuar, kisha persona kujt mund t'i drejtohesha edhe t'i thoja që shikoj, bëm pak ti këtë sa të mbaroj unë, pra ishte një punë e frytshme dhe në fund ishim të lumtur që vërtet, pavarësisht se ndoshta nuk kaluam në fazën tjetër të festivalit, morëm me vete një fitore më të madhe. Çfarë keni mësuar nga ky projekt? Kemi mësuar shumë. Vetë natyra e projektit ishte e tillë që nuk mund të dilje pa mësuar diçka. Në asnjë projekti nuk mund të dalësh. Ndoshta nuk mëson diçka nga ana teorike, por ama të gjitha këto vlera që
ti kultivon brenda vetes puna në grup, ndarja e detyrave, besimi, bashkëpunimi me njëri tjetrin janë vlera të padiskutueshme që ti në çfarëdo lloj projekti të jesh pjesë normalisht do i kesh me vete. Dhe nga ana tjetër pastaj ishte edhe të gjitha njohuritë që ne morëm mbi temën që trajtuan, sepse janë njohuri të cilat ndoshta në librat shkollor nuk trajtohen ashtu siç duhet. Unë personalisht jam pjesë e liceut dëgjues italo-shqiptar dhe kishim marrë një informacion të përgjithshëm mbi sistemin tretës dhe më saktësisht mbi mikrobiomën, por ama në momentin që ti hyn dhe lexon vërtet literaturë shkencore mbi çdo aspekt të ndërtimit dhe mbi çdo aspekt që ty të intereson për realizimin e një projekti, normalisht që informacioni që ti merr është shumë i rëndësishëm. Plus nga ana tjetër të fokusoheshin pikërisht tek ushqimet tradicionale të zonës tonë ishte një njohuri e re e fituar mbi ne, sepse kishim dëgjuar gjyshet ose anvisat që thoshin që shiko pi lëngun e armes të ushqi ose lakrës të ushqi sepse sjell shumë përfitime, por ama nuk kishim një lidhje konkrete, një bazë shkencore të testuar vërtet që shiko se përfitimet janë të mëdha. Ndërsa në sajt të këtyre eksperimenteve dhe në sajt të rezultateve që ne morëm, sigurisht që arritëm të krijonim atë panoramën e përgjithshme në mendjen tonë për përfitimet që na sjellin konsumimi i këtyre produkteve. Si mendon se ky projekt mund të ndikojë pozitivisht si në mjedis ashtu edhe në jetën e përditshme të njerëzve? Në fakt, në pjesën e mjedisit ndoshta nuk do të kishte një përfitim kaq të madh, sepse bazohet më shumë tek organizmi i njeriu dhe tek mirëqenia e komunitetit, por ama përfitimet që mund të sillte në komunitet janë vërtet përfitime shumë të mëdha. Duke pasur parasysh, siç e thash edhe më përpara, që problematikat me tretjen apo edhe me traktin gastrointestinal kohët e fundit janë shtuar për shkak edhe të konsumimit të produkteve të ndryshme që ne bëjmë në përditshmërinë tonë, dhe duke informuar komunitetin, duke filluar me bashkëmoshatarët tanë dhe duke zgjeruar më pas edhe në komunitetin jashtë shkollës, ne fillojmë edhe ndërgjegjësojmë, bëjmë një nga hapat më të rëndësishëm, mund të them unë, për ndryshimin e disa prej atyre rutinave apo disa habits që ne kemi në përditshmërinë tonë. Edhe normalisht që është një projekt me një vlerë të rëndësishme në komunitet për mirëqenien e njeriut edhe për shëndetin e përgjithshëm të komunitetit. Kush që ka mbështetur më shumë gjatë këtij projekti, qoftë mësues, prindër, shok? Duke qenë se ne ishim pjesë e të njëjtës klasë, normalisht dhe mbështetjen nga nxënësit e tjerë të klasës, nga shokët tanë sigurisht që e kishim të padiskutuar. Një mbështetje shumë të madhe kishim edhe nga profesorja koordinatore, profesorja e biologjisë dhe kimisë Entela Prifti. Por gjithashtu edhe prindrit ishin mbështetur shumë të rëndësishëm. Në fakt mamaja e njërit prej antarëve të grupit ton arriti që të na mundësonte një analizë mbjelljeje në kushte laboratorike për të analizuar rritjen e baktereve tek kosi i përgatitur në shtëpi dhe tek kosi i blerë, që ishte një edhe më e rëndësishme dhe një edhe më shumë për të gjithë rezultatet përfundimtare të projektit tonë. Kështu që pa diskutim ishim në një komunikim të vazhdueshëm me të gjithë këta faktorë dhe vlera e projektit normalisht ishte më e madhe kur bashkëpunimi ishte edhe më i frytshëm dhe më i gjerë në personat që përfshinte. Një pikë kyçe në projekte janë gjithashtu edhe prezantimet e tyre. Çfarë ndjesish kishit kur duhet ta prezantonit projektin tuaj para jurisë? Atëherë, ditën e projektit na u tha se duhet të dilte një person i cili do të quajë dhe lideri i grupit për të prezantuar përpara jurisë dhe përpara grupeve të tjera projektin të cilin ne kishim realizuar, dhe grupi im këtë detyrë ma besoi mua, dhe ishte normalisht sa kënaqësi aq edhe përgjegjësi për të prezantuar në pak minuta të gjithë punën që ne kishim realizuar. Një punë e cila kishte zgjatur një muaj duhet të prezantohej në 5-6 minuta dhe duhet që të përmbledhje të gjitha ato elementet kryesorë që ti kishe pjesë të projektit tënd, por
është një gjë që unë e bëj me pasion, domethënë unë gjithmonë në pjesën e prezantimit edhe të përshkrimit të projekteve përpara një publiku apo përpara grupeve të ndryshme, personave të ndryshme, unë e bëj me pasion edhe e kam shumë të lehtë, sidomos kur jam pjesë e grupit përgatitës të projektit. Çdo të thotë që jam njohur me të gjitha etapat, jam njohur me çdo element të projektit, kështu që për mua ishte e thjeshtë që ta prezantoja, por normalisht emocionet mund të mungonin. Çfarë do të kishe dëshirë që të përmirësoje në projektin tuaj? Nëse ne do të kalonim në fazën tjetër, një nga aspektet që do të dëshironim të përmirësonim ishte, siç e thash pak më përpara, gama e produkteve që do të kishim analizuar. Pra, ndoshta do të vazhdonim të fokusoheshim tek kosi dhe lakrat ushqy për të marrë produkte të ndryshme, pra marka të ndryshme të të njëjtave produkte, për të analizuar përfitimet që secila prej këtyre markave sillte në organizmin tënd, për të krijuar edhe një panoramë të përgjithshme, siç e thash, se nëse nuk kemi mundësi të konsumojmë një të përgatitur në shtëpi, kush do të ishte opsioni më i sigurt dhe më i shëndetshëm nga opsionet e marketit, por edhe besoj se do të dëshironim që të shtonim dhe produkte të tjera si trahanaja, që ka gjithashtu përfitime shumë të mira në shëndetin ton, apo dhe produkte që nuk kishim mundësi ti analizonim në këtë fazë të projektit. Sa i rëndësishëm mendon se është ky projekt qoftë për ju si nxënës, por ashtu edhe për shkollën? Ishte në bazë të ishim ndër të vetmit, në mos gaboj ndoshta edhe të vetmit në të gjithë shkollën tonë, që kishim një projekt të dedikuar posaçërisht shëndetit të njeriut dhe organizmit të njeriut. Dhe ishte një projekt ndryshe, pra nëse pjesa më e madhe ishte përqendruar tek ndikimi në mjedis dhe tek përmirësimi apo ruajtja e mjedisit, ne fokusoheshim tek ai mjedisi jon i brendshëm, mjedis që ndoshta është shumë i vogël, por që është shumë i rëndësishëm. Dhe normalisht në momentin që ti fillon edhe kujdesesh për mjedisin tënd të brendshëm, normalisht përfitimet janë edhe për mjedisin e jashtëm. Çfarë këshille do t'ju jepje gjithë nxënësve që do të donin që të merrnin pjesë në këtë aktivitet nëse bëhet një traditë e përvitshme? Atëherë, si traditë është një traditë shumë interesante. Pra, të organizosh një festival shkence në të tilla përmasa pra kombëtare, është një hap shumë i rëndësishëm, jo vetëm drejt krijimit të projekteve apo të konkurseve ndërkombëtare, sepse siç e thash, unë jam pjesë e seksionit dëgjues dhe ne në bashkëpunimet që kemi me shtetin italian, me shkolla të ndryshme, jemi ambientuar me të tilla projekte, pra me projekte vërtet shumë të mëdha për sa i përket përfshirjes të nxënësve dhe të shkollave, dhe mendoj se nëse do të kthehej në një traditë, do të jepte një vlerë shumë të madhe arsimit shqiptar, sepse çdo nxënës që do të ishte pjesë do të sillte një ide të re dhe do të bëheshin kaq shumë ide ndoshta nga persona që jemi ende në moshë të re, duhet të thënë. Pra ne nuk jemi akoma të specializuar në një fushë për të nxjerrë një produkt apo për të bërë një zbulim edhe një shpikje të re, por që pavarësisht kësaj nuk na ka penguar as pak që të kemi guximin për të menduar përtej atyre problemeve të vogla që mund të shqetësojnë në përditshmëri dhe për të fokusuar tek komuniteti dhe tek problematikat që ndoshta jo sot, por në një moment të dy do na prekin të gjithë ne. Shumë faleminderit Jona, të uroj shumë suksese. Faleminderit. Miq, kjo ishte gjithçka për episodin e sotëm të emisionit Të Rinjt për të rinjt, ku kemi folur në gjërësi për të gjithë punën frymëzuese të rinjve të gjimnazit të Mistokli Gërmeni dhe jo vetëm, për sa i përket festivalit të shkencave. Faleminderit që na ndoqët, deri në episodin e radhës, mirupafshim.